Nëse ndihesh kështu, kohët e fundit një mrekulli po vjen drejt teje. Shenjat që universi po të përgatit për ndryshimin më të madh. Nëse ke hapur këtë video sot, nuk është rastësi. Asgjë nuk është rastësi. Universi të ka sjell këtu sepse diçka brenda teje po trokullin. Ndoshta ndihesh pak i humbur, pak i çuditshëm, sikur jeta jote e vjetër po tërhiqet ngadalë, por e reja ende nuk ka mbërritur plotësisht. Mbase kohët e fundit ke pasur një qetësi të çuditshme, një heshtje të brendshme që nuk e ke përjetuar kurrë më parë. Ose ndoshta ke filluar të shohësh numra që përsëriten kudo. 11 në orë, 777 në faturë, 888 në targë. Ëndrat e tua janë bërë aq të qarta sa duken si filma dhe papritur ke pasur dëshirë të hedhësh jashtë gjërat e vjetra, rrobat, mobiljet, madje edhe njerëzit që të rëndojnë. Nëse ndonjë nga këto tingëllon e një orë, atëherë dëgjo me vëmendje. Ti nuk je i çmendur. Ti nuk je në depresion pa arsye. Ti je thjesht në prag të diçkaje masive. Universi nuk të dërgon një mrekulli pa të paralajmëruar më parë. Ai dërgon sinjale për shpëritje, shenja delikate. Dhe këto shenja po të rrethojnë tani. Sot do të kalojmë bashkë në për secilën prej tyre hap pas hapi që ti të kuptosh se çfarë po ndodh me ty. Dhe pse duhet të hapësh krahët plotësisht për atë që po vjen. Pika 1. Sinjalet e universit. Le të fillojmë nga fillimi. Universi nuk është i rastësishëm. Ai është një fushë e madhe energjie inteligjente që reagon ndaj çdo mendimi, ndjenjeje dhe qëllimi tënd. Kur një ndryshim i madh, një mrekulli, një kthes e papritur, një sukses që e ke ëndërruar, është afër, ai nuk vjen krejt papritmas si rrufe në qiell të kaltër. Jo. Ai vjen si stuhia që paralajmërohet nga era e lehtë, nga rreth që mblidhen ngadalë, nga zogjit që fluturojnë në drejtim tjetër. Universi të dërgon gjithmonë sinjale paraprake. Pse? Sepse ai të do të përgatitur. Ai të do të mos të trembesh kur dera e madhe të hapet. Ai të do të jesh në harmoni me atë që po vjen që ta marrësh plotësisht, pa rezistencë. Këto sinjale mund të jenë të vogla, pothuajse të padukshme në fillim. Një ndjenje e brendshme, një fjalë që dëgjon rastësisht në rrugë, një këngë që të prek thellë, një person që të thotë diçka që të bën të mendosh, kjo është për mua. Por kur fillon t'i kushtosh vëmendje, ato sinjale bëhen më të forta, më të qarta, më të shpeshta. Dhe atëherë kupton, po diçka po ndryshon. Diçka e madhe po afrohet. Pyet veten tani, kur ke ndier herën e fundit që diçka brenda teje po të shtyn drejt diçkaje më të madhe? Mos e injoro atë zë. Ai është universi që të flet. Pika 2. Zona e qetësisë së çuditshme. Tani le të flasim për diçka që shumica e njerëzve e quajnë frika e qetë, por unë do ta quaj me emrin e vërtet, zona e qetësisë së çuditshme. Kjo është zona e qetësisë absolute para stuhisë së madhe. Është ai moment kur gjithçka duket sikur ka ngecur. Koha zvarritet. Gjërat nuk lëvizin. Nuk ka dramë të madhe, nuk ka krizë, por as nuk ka përparim të dukshëm. Duket sikur jeta jote është në pauzë. Sikur universi ka shtypur butonin pause për një çast. Por mos u mashtro. Kjo nuk është ndalesë. Kjo është përgatitje. Në prapaskenë, universi po riorganizon gjithçka. Po largon njerëzit që nuk vibrin më me ty, po mbyll dyert e vjetra që ti të mos i hapësh më. Po rregullon energjinë tënde, po të pastron, po të ripozicionon. Është si fotografia që zhvillohet në dhomën e errët, duket sikur asgjë nuk po ndodh, por imazhi po krijohet ngadalë, pikërisht aty ku sytë e tu nuk mund ta shohin. Shumë njerëz në këtë fazë panikohen. Ata mendojnë, pse nuk po ndodh asgjë? A jam unë duke dështuar? Por e vërteta është krejt ndryshe. Kjo qetësi është shenja më e fortë se mrekullia po vjen. Sepse stuhia e suksesit nuk vjen kur pa qetësinë paraprake. Nëse je tani në zonën e qetësisë së çuditshme, merr frym thellë. Buzëqesh. Thuaj me zë, unë e di që kjo është përgatitja ime. Unë jam gati. Ti je në mes të një tranzicioni hyjnor.
Dhe kjo qetësi është dhurata më e madhe që mund të bëhet. Pika 3. Shenjat specifike, detajet të thella. Tani le të zbresim në detaje. Këtu janë shenjat më të qarta që tregojnë se je në prag të një arritjeje të madhe. Shenja e parë, numrat që përsëriten 11, 11, 777, 888. Këta nuk janë thjesht numra. Janë kode. Mesazhe direkte nga universi. 11, 11, dera e manifestimit është hapur. Mendimet e tua po kthehen në realitet me shpejtësi. Qëndro pozitiv. 777, je në rrugën e duhur shpirtërore. Engjëjt po të bekojnë. Vazhdo. 888, bollku po vjen. Pasuria, dashuria, suksesi po derdhen drejt teje. Kur i sheh këta numra ndalo. Merr frymë. Falëndero. Dhe pyet, çfarë po më thot universi tani? Shenja e dytë, ëndrat e qarta dhe intensive. Nëse kohët e fundit ëndërron ngjyra të gjalla njerëz që nuk i ke takuar kur vende që të duken të njohura ose ëndra që të lënë me një ndjenjë, kjo do të ndodhë vërtet atëherë nëna jote shpirtërore po të flet. Ëndrat janë porta drejt në ndërgjegjes dhe kur ato bëhen kaq të qarta do të thotë se bllokimet e vjetra po hiqen. Ti po merr udhëzime direkte për hapin tjetër. Shenja e tretë, dëshira e papritur për pastrim. Papritmas ke hequr rrobat e vjetra, ke hedhur mobiljet, ke fshirë numrat nga telefoni, ke pastruar shtëpinë sikur më parë. Kjo nuk është thjesht spring cleaning. Kjo është pastrim energjetik. Ti po bën hapësirë për të ren. Universi nuk mund të sjellë mrekullinë me një enë të mbushur me të vjetrën. Shenja e katërt, ndjenja e të qenit i padukshëm ose i shkëputur. Ndoshta miqtë e vjetër nuk të kuptojnë më. Ndoshta ndihesh sikur je në një botë tjetër. Ndoshta njerëzit të shohin por ti ndihesh i padukshëm për ta. Kjo ndodh sepse vibrimi yt po ngrihet. Ti po kalon në një frekuencë më të lartë dhe ata që nuk janë gati thjesht nuk mund të shohin më siç duhet. Mos u trishto. Kjo është ripozicionim. Vend i ri, njerëz të rinj, jetë e re po vjen. Pika 4. Harmonia dhe besimi. Mrekullit nuk i përgjigjen logjikës. Ato i përgjigjen besimit dhe dorëzimit. Ti nuk mund t'i detyrosh gjërat të ndodhin me forcë. Nuk mund t'i kontrollosh me mendje. Por mund të jesh në harmoni me to. Të jesh në alignement do të thotë, mendimet, fjalët dhe veprimet e tua vibrin me energjinë e asaj që dëshiron. Kur je në harmoni, universi punon për ty, jo kundër teje. Besimi është qelësi. Besimi se ajo që ke kërkuar tashmë është e jotja. Besimi se edhe pse nuk e sheh ende ajo është duke u krijuar. Thuaj me zë tani, unë jam në harmoni me bollkun tim. Unë jam gati të marr atë që më takon. Pika 5. Thirrja për veprim dhe përfundimi. Nëse ke arritur deri këtu do të thotë që shenjat po flasin me ty. Mos ki frikë. Mos u tërhiq. Pranoje këtë moment. Shkruaj në komente tani, e pranoj këtë. Jam gati. Shkruaje me gjithë zemër. Lëre universin të dëgjoj. Ti nuk je vetëm. Miliarda shpirtra kanë kaluar në për këtë fazë dhe secili prej tyre ka dalë më i fortë, më i lumtur, më i begatë. Ti je në prag të mrekullisë tënde. Qëndro i qetë. Beso. Dhe shiko si universi hap dyert për ty. Faleminderit që ishe këtu me mua sot. Nëse kjo video të foli ndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Dhe mbaj mend, nëse ndihesh ndryshe kohët e fundit nuk je i çmendur. Je thjesht gati për diçka të madhe, të dua. Të bekoj. Dhe të pres me padurim në videon tjetër. Ju përshëndes. Dhe mirupafshim derisa të takohemi sërish.